Vladislavi mbreti i Hungarisë dhe i Polonisë i dërgon shumë të fala Skënderbeut, princit të arbërve. Pati ndoshta i shtyrë për këtë kohë dhe i punoi për gëzimet tona, me qëllim që të paguazonin sot jo vetëm se doli faqe bardhë, duke rifituar mbretërinë, por edhe pse e mbrojtë atë me urtësi dhe trimëri, për dy gjëra që vajten aq mbar. Ne ndërmjet fatkeqësive tona të tjera, e kemi shikuar gjithmonë si humbje jo më të vogël atë mjerim të Epirit, kur i atë Gjon Kastriotin, i rëmbyer nga fati i zi, një princ si shkam dëgjuar që ka merituar me plot të drejtë mirënjohjen e të gjithëve. Nuk mundi ashtu i shtypur nga Murati, të ta linte ty, si djali i tij që e kalon jetën në sundimin e huaj, mbretërinë e të parëve, as të kujdesi ndryshe për shtetin e vet. Po tani tërmëria jote, me dëshirën e perëndimit, ja ka shtuar shumë fuqinë krishterimit. Prandaj, edhe ne sot nuk përgëzojmë vetëm ty, por edhe gjithë të krishterët. Dhe edhe pse të ishte gjallë tani ai prind i lumtur për këtë djalë, prind që s'do të kishte tjetër, më me fat, sikur do të kishte parë përpara se të largohej nga kjo jetë. Prandaj, në kohën e sotme, le të më lejohet të them pa i ardhur kujt rënd, ti më dukesh padyshim i vetmi prind që i pajisur me të gjitha të mirat shpirtërore dhe trupore, dhe që ke një fat të perëndishëm. Dhe ty në krye, jo vetëm bregu i gjithë tokës i përjote do të jetë i sigurt. Këtë e tutje, por përveç kësaj edhe gjithë popullsitë që janë rëmbyer prej kohësh, trupit të mbretërisë së Maqedonisë, nga i dutët e uryer otoman, do të kthehen përsëri në formën e vjetër të pushtetit dhe të sundimit të tyre. Dhe më të vërtetë, që të jesh për trimëritë e tjera të cilat ty dikur kanë barbarëve me gjithë se ishe fëmijë dhe me gjithë smirën që i brinte ata, për ditë më tepër të dhanë një emër shumë të madh. Çka më të bukur se ajo fitoria, që ne të dëgjuam e besuam me admirim të papar, se sapo e kore kundër Alipashës, duke dërmuar dhe duke i dhënë Aratin me gjithë ato forca që pati. Por tani o Skënderbeu, për ty që perëndit me punën e tyre dhe me qëllimin që kanë patur, e kanë ruajtur për këtë kohë kaq të vështirë të Republikës së Krishterë. Paraqitet një rast lavdije shumë më të madh. Tani është rasti që ti të shpaguesh kundër Muratit, për gjithë padrejtësitë e vjetra të të reja që ka bërë kundër teje dhe njerëzve të tu. Dhe jo vetëm për këto të tuat individuale, por edhe për të zezat e përbashkët të këtij lloji, dhe për talljet pa numër kundër fesë së dërmuar, që të mos them të shuar. Prej ti, u deshe që të na ndihmosh me ushtrinë tënde fitimtare. Derisa si kemi humbur akoma shpresat për punën tonë, të ftoj për këtë gjithë princat e burrat kryetërimit të Hungarisë dhe të Polonisë, të fton Julianin, kardinali i Sant Angjelit, bashkë me ata ushtarë të devotshëm për shpëtimin e krishterimit. Juliani qysh prej kohë i radhitur me armë në dorë së bashku me ne. Asgjë përveç flamureve të tu nuk presim, në qoftë se ti nuk do të thuash jo për këtë rast. Të paraqitur nga vetë perënditë e pavdekshme, të gjithë e thon hapur se është krejtësisht e mundur. Të marr fund lufta me turqit dhe të dëbohen ato, duke u vënë fshesën nga Europa, ku sundojnë prej një kohe kaq të gjatë. Prandaj unë mendoj se duhet lënë më njanë për ty këtë letër çdo farë nxitje e lidhur me këtë çështje, e cila po të mbrohet sjell shpëtim, dritën lirinë, po të lihet në bazë dore. Merohem të them se ç'mund të sjell. Mjaft më ne të krishterët kemi qenë sklevër, të zgjedhshëm, gjërë më sot. Mjaft jemi djegur e përvoluar që të gjithë, ndërsa askush nuk mundet se zjarri duhet të bëj ballë vet. Ç'po na shohin syt me mbretërinë e grekëve, me mbretërinë e tribalëve, po në fund kush mund t'i llogaris vetë humbjet e mia, dhe të këqijat që kam hequr, që më duhet të heq për ditë? Kush mund të llogaris princat, kryetrima, burojat e fuqisë hungareze, që i kam humbur për gjithë jetën me gjithë ato ushtri shumë të fuqishme që mi ka glaburuar, po ai fati i zi i luftës, dhe mi ka çfarosur thuajse krejt, saq që tani s'ka më në Hungari as shtëpi, as zonjë shtëpie që të mos jetë veshur me të zeza. Gjithë këto princerit e krishterë kanë marrë vesh, e me gjithë këta askën nuk e prek fati mjeruarit të tjerëve. Kështu ata durojnë që ne t'i lihemi kudo armikut sikur ban, për t'i shpëtuar me gjakun ton nga rreziqet gjithë të tjerët. Vetëm me Eugeni, kryevaltari i shenjtë i Romës, dhe Filipi, duka i Burgonjës, i parë nga dërguar këtu Julianin bashkë me një ushtri të fortë. I dyti Filipi, pasi bëri gati një flotë dhe e dërgoi gjërë në Hellespont, e sa pat në dorë, u andaloi si burat kalimin turqeve,
Tani, një shpresë tjetër na ka lindur për një ndihmë të afërt, që ana e do zemra, prandaj unë tani shtyrë së pari dhe mbi të gjitha nga trimëria jote. Dhe pastaj detyruar nga rreziku dhe gjendja kritike e tërë punëve tona, do të ftoj vetëm me dëshirën time për një luftë kaq të nevojshme. S'ka njeri që të mos e di se ke për ta bërë këtë në rrethana të vështira për ty, për shkak të rebeshtit që sapo e pate në punët e tua të brendshme dhe të qetësisë së pavendosur në mbretërinë tënde. Por kjo nuk duhet të të prapsoj ty, sepse në këtë fushat do të fitosh emër shumë të madh. Pastaj të mirën që të kërkojmë tani do ta bësh për njerëz që të janë shumë mirënjohës. Dhe më të vërtet, ato që ti do ta bësh i pari sot për shpëtimin dhe nderin tonë, ne do ta bëjmë pastaj gjithmonë për lavdinë tënde dhe për madhështinë e mbretërisë tënde. Qofsh shëndosh nga Buda jon mbretërore, 5 korrik, viti 1443.